3 ditë pasi Partia më e madhe e mazhorancës njoftoi zyrtarisht se ka përfunduar amendimet në statutin e Partisë Socialiste, Ben Blushi ka përgatitur një draft me propozime për ndryshimin e këtij dokumenti. Antari i kryesisë së PS-s Blushi kërkon një profil ndryshe të partisë, duke propozuar futjen e primareve, përfshirjen e sindikatave, kufizimin në 2 mandate për kryetarin e partisë, si dhe transparencën e financimeve. Një parti më moderne në raport me partitë centraliste, që e kishim, e kemi, dhe me sa duket do ta kemi edhe mas kongresit. Një parti në cilën hequr drejta e votës, nuk ka kolegjialitet. Kjo është arsye që unë kam zgjedhur rrugën tjetër të propozoj këtij kongresi disa parime që lidhen me hapjen e Partisë Socialiste. E para propozoj parimin e primareve. Pra zgjedhje paraprake, të cilat parashikojnë që Partia Socialiste t'i caktojë përmes zgjedhjeve, dhe jo në mënyrë autoritare apo unënjëanshme, njerëzit që kandidojnë, qofshin kryetar bashkie apo kryeministra apo kushdo qofshin ata. Ndërkaq Blushi ka kritikuar edhe draftin e ndryshimeve statutore të paraqitura të dielën nga grupi i punës. Ky statut po bëhet në mënyrë krejtësisht hermetike. Pra pa debat. Dhe ajo që po konstatoj jo unë, po në përgjithësi shumë njerëz, po bëhet një statut për një njerëz. Ky nuk është një statut për një parti. Pra po pajtohen me një statut, pra me një normë, interesat apo humori i njeriu që është Edi Rama. Pra ata që po bëjnë këtë statut, më vjen keq ta them, janë rolin e rroba qepsit. Po i qepin Edi Ramës një kostum. Pra shohin si i ri mirë, i ri ngushtë, i ri gjerë, ka ftohtë, ka vap, i bëjnë kopsat, i pëlqejnë çfarë ngjyre është kostumi, nuk bëhet kështu një statut. Deputeti Blushi ka theksuar se këmbgul në zbatimin e statutit për votimin sipas parimit një antar një vot të kryetarit partisë, duke sqaruar se do të jetë pjesë e mbledhjes së Komisionit Garancive Statutore ditën e premte.